rapsodët popullor me këngët e tyre kushtuar adëtarëve, por bëmat e tyre i kanë ringjallur gjithnjë të padeksuara që në vazhdimsi u kanë kënduar në paroda, ndeja, kuvende, darsma, heroizmave të tyre, brez pas brezi dhe kanë treguar ngjarje e historinë më të drejtë për vujtjen e trimërinë e popullit tonë në përshekuj. Me përmbajtje për shkrim ngjarjesh e ndodhishme që dëshmi dhe që i përgjigjen më shumë të vërtetës dhe pse aty kanë pasur edhe rapsod që kanë zbukuruar apo rritur ngjarjen në realitetin, varësisht në kohë dhe hapësirë, për aq sa ju është lejuar kjo e bëme. Një drejtim i veçantë i artit popullor nga rapsodët e njohur e të panjohur që janë pranuar, dëgjuar me shumë ëndje, koha ndoshta dhe ndryshuar, e plotësuar apo dhe larguar tërësisht nga se si kanë qëndruar kohët e vetë realiteti dëshmon gjithherë. Siç po ndodh në ditët e sotshme me rapsodët tanë që kudoqoftë që jetojnë në përtrojë shqiptare dhe në diasporë deri në Australinë e lartë janë duke e kultivuar folklorin dhe këngën me fishqipe, sepse kjo është e jonja gjithherë ka qenë, është dhe do të jetë. Ne nuk e kemi huazuar prej askujt, as instrumentin, as këngën, as këndimin, as interpretimin, as vallën, as veshjen kombëtare, por këto janë tonat kombëtare. Historiantë dhe institucionet tona shkencore shpeshherë bjen në kundërtën se kanë heshtur, ose dhe kanë shtrembruar të vërtetën në kohët më të hershme sa i përket politikës ditore që është zhvilluar në Kosovë dhe në të gjithë Shqipërinë natyrale. Kanë shkruar sipas diktatit të pushtetit dhe të ideologjisë për fatin e keq që kanë lënë gjurmë e pasojat e pa përmirësuar edhe sot i kësaj dite sa i përket të vërtetës historike në shumë drejtime në kohë dhe hapësirë. Pra rapsodi, dikur moti e dim të gjithë që në kohën atëhershme dikur me shekuj nuk kanë ditur shkrim as lexim, por i kanë thurë këngët sipas ngjarjeve që i kanë pa dhe që ju kanë treguar dikush aty këtu dhe i kanë përcjellë në përbreza deri në ditët e sotshme